Nëse na këta muskuj nuk i kemi në funksion, atëherë ne nuk kemi me mujt me e majtë qafën drejt, sepse këta janë muskujt kryesor për neve që na e mbajmë qafën, e mbajmë edhe posturën e drejt. Çka muj me bo në këtë rast? Cili është ajo këshilla që ju a jepni pacientëve? Janë ushtrimet ato të cilët mundohemi ne t'ja ofrojmë pacientet në këto kohë, që t'i kemi një forcim më të mirë muskular, të mbajmë një posturë të drejtë. Në përgjithësi gjithmonë ne me këta pacient mirëmi me anë të ushtrimeve. Po, çka pas ushtrimeve, Vjosana? Çka mundën me bo në këtë rast pacientët që me mbajt mandehat qëndrimin e drejtë dhe pas ushtrimeve? Nuk e di. Ndonjë aktivitet fizik? Në ndonjë aktivitet fizik, atëre nëse flasim për një sulm cerebral, më varet në çfarë kushte, thashtë edhe ma herët është sulmi, se ka prej atyre që nuk mujnë as me lëviz, po ka prej këtyre dhe që mujnë me lëviz, nëse jemi prej këtyre që sulmi ka qenë jo shumë i madhe dhe nuk ka përfshi shumë pjesë të trurit, atëherë me patjetër që mbas këtë kësaj procedure, pas ushtrimeve pasive dhe aktive të ndihmuara, me patjetër që edhe ushtrime aktive, ushtrime jashtë, yoga, ecje në natyrë, çfarë do qoftë për pacientët do të ishte shumë e mirë. Po. A mendon që mundet me ndryshu komplet rutina e një pacienti që mëson një sulm tru? Në përgjithësi, po, mund të themi që po, sepse po mbjend shumë ndoshta me përmend, po sulmet cerebrovaskulare janë din me u konë prej atyne më të thjeshtave deri te ato më të rrezikshme. Shumë të rrezikshme që me të vërtet për një periudhë të gjatë kohës ndoshta edhe nuk kemi qenë shumë i aftë për me i kry këto procedura. E qartë. Po kthehemi edhe një tek muskujt e qafës, tregon pak praktikisht cilat munden me qenë disa prej ushtrimeve që munden me i forcu muskujt e qafës. Nëse janë lëvizjet, të më thonë laterale, anash, kjo prej lëvizjeve, kokën e mban drejt. Jo, mjekrën e ofrojmë deri te pjesa e sternumit, mundohemi që pjesën e mbrapsme të kokës ta ofrojmë deri te shpina, këtu kishin me qenë do ushtrime të thjeshta që ndoshta nëse dikush i themi që me i bo për ta janë shumë të thjeshta, po me të vërtet që kanë funksion shumë të madh në pjesën e mbajtjes dhe forcimit muskular të qafës. Po të kuptoj. Po cilat mundet me qenë ato pasojat kryesore në disa prej funksioneve si frymarrja, gëlltitja, pasojat kryesore të dobësimit të muskujve të qafës, është fjala? Me patjetër. Ato gjithmonë kur ne nuk e kur kemi një sulm të këtij lloji, kur kemi një problem të këtij lloji, atëherë në raste mund të prekim edhe muskujt e frymarrjes, muskujt e gëlltitjes, dhe ne në këto momente mundohemi shumë që t'i japim një ndihmë shumë të madhe pacientave që t'i rikthejmë ata muskuj në funksion, sepse janë muskuj të themi të jetesës, sepse pa këta muskuj ne as nuk mund të marrim frymë dhe as nuk mund të gëlltitemi. Dhe e dim që frymarrja dhe ushqimi janë dy gjëra kryesore në jetën tonë.